Vazhdojmë tani me përgatitjen. Së pari, në një enë të thellë, do shtoj 100 gram margarinë. Te margarina do shtoj 100 ml qumësht. 100 gram çokoladë për gatim. Pak aromë vanilje, ose mund të shtoni edhe vanilë sheqer, nëse s'keni vanilje aromë. Në zjarr mesatar, do presim derisa margarina dhe çokolata të shkrihen. Tani që çokolata dhe margarina janë shkrirë, brenda do shtoj 180 gram ajk ose salcë kosi. Do përzijem që ajka të shkrihet, pasi masa është e nxehtë, ajka do shkrihet shpejt. Unë nuk do shtoj fare sheqer, por ju, nëse keni dëshirë, mund të hedhni 2 lugë gjelle. Tani, brenda të masa do shtoj 250 gram biskota të bluara. Do përzijem sa të bëhen bashkë. Tani brenda do shtoj një pako jafa keksa. Unë po i përdor me mbushje të mjedrës, nga që edhe torta është me mjedra, për atë arsye zgjodha nga ky lloj. Me anë të një thike, thjesht do vazhdoj që t'i prej dhe t'i shtoj brenda jafa keksat. Do vazhdoj me një herë që pjesën e parë ta vendoj në një formë për torta. Brenda kam shtruar pak biskota të bluara, që ta kemi më të lehtë pastaj për ta prerë tortën. Vazhdojmë që ta shtrojmë tër pjesën e parë brenda. Forma e tortës që unë po përdori është numër 22. Tani, këtë do e largojmë anësh. Do vazhdojmë me pjesën tjetër të tortës. Do na duhen 200 gram mjedra, unë po përdor mjedra të ngrira. Te mjedrat do shtoj 3 lugë gjelle sheqer, si dhe 100 ml ujë. Në zjarr mesatar do presim derisa uji dhe sheqeri të triten. Për kremin me mjedra do na nevojiten 2 lugë gjelle nishiste. Për ta zbutur nishisten do përdor edhe 100 ml tjera ujë. Do përzijem që mos të na mbesin brenda trupa. Tani që sheqeri është tretur me ujin brenda të mjedrat, do e hedhim përzierjen e nishistes. Do presim derisa kremi të trashet mirë. Sapo kremi të fiton trashësinë e dëshiruar dhe të bëhet kështu mjaftueshëm e trash, do e largojmë nga zjarri. Kremin e përgatitur me një herë e hedhim te kremi i parë. Me anë të lugës do shpërndajmë mirë mbi tërë tortën që të dele barabartë pastaj. Torta është gati, tani do vazhdoj që ta përgatis edhe shtresën e fundit. Si që dim të gjithë, i jafa keksat janë të mbuluara me çokoladë. Ashtu do e mbulojmë edhe tortën, pasi kështu edhe quhet kjo tortë, jafa torta. 100 gram çokoladë për gatim do i shtoj në një enë më të thellë. Ndërsa pi çokoladën do e 200 ml hopla për ëmbëlsira ose krem pana. Në temperaturë mesatare, do pres derisa çokolata të shkrihet. Tani, me çokoladën e shkrirë, do e mbuloj tërë tortën përmbi. Tani tortën do e lë në frigorifer që të ftofet, më së paku 3 deri në 4 orë, përpara se ta servoj.
Tani që torta është shtofur mjaftueshëm. Spari ma unë të një thikje të sprehtë. Do largojmë qoshet, që mos të na dëmtohet forma. Tani tortën do vazhdoj që ta dekoroj me disa copë mjedra. Nuk do e dekoroj shumë, vetëm pak kështu në njërin qosh. Dekorimin do e përfundoj me disa gjithe në anët e freskët. Torta është gati.